Viti 2026 ka nisur me një bilanc tragjik, ku 2 persona kanë humbur jetën si pasojë e një aksidenti të rëndë të ndodhur në aksin Lezhë-Shkodër. Ngjarja ka ndodhur në afërsi të fshatit Gocaj, ku 2 automjete janë përplasur me forcë. Përplasja fatale i ka marrë jetën çiftit të bashkëshortëve nga Puka, ndërsa pasojë e aksidentit kanë mbetur të plagosur një grua dhe 2 fëmijë të mitur, përkatësisht 6 dhe 2 vjeç, që udhëtonin në mjetin tjetër të përfshirë. Burimet zyrtare konfirmojnë se viktimat janë Elona Florini, 45 vjeçe mësuese, dhe Petrit Florini, 53 vjeç, efektiv i policisë së shtetit. Për nxjerrjen e trupave nga mjetet e dëmtuara kanë ndërhyrë forcat zjarrfikse, ndërsa të plagosurit janë transportuar me ambulancë drejt spitalit, ku po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore. Në vendngjarje ndodhen forca të shumta policie dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti tragjik, ndërsa qarkullimi në këtë segment rrugor është shoqëruar me vështirësi.